Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Bashkohen çifti Heidi dhe Romeo, çifti më të dashuruar se kurrë. Duket se Heidi dhe Romeo nuk po i ndahen shpirtërisht njëri tjetrit, edhe pse është bërë gati një vit që dyshja nuk janë më bashkë. Konfirmimi për ndarje ka ardhur vetë nga Heidi, e cila në disa intervista ka thënë se është mirë dhe kjo ka lënë të nënkuptohet se gjithçka me Romeon ka marrë fund. Por kjo nuk është e tëra, pasi natën e brëmshme në një koncert të Drena Bazit, dyshja janë parë në të njëjtin ambient. Fansave nuk u ka shpëtuar detaj se ka pasur edhe komunikim me sy mes tyre. Nuk dihet nëse Heidi dhe Romeo janë ende bashk, pasi vetëm Heidi ka deklaruar se nuk ka asgjë mes tyre. Ndërsa Romeo, që pas daljes së tij nga Bigu, është fokusuar vetëm tek vetja, duke hequr dorë nga çdo prononcim mediatik.